Pas takimeve dhe konsultimeve me palët e prekura nga projekt ligji për mbrojtje nga duhani, analizimit të vërejtjeve si nga këndvështrimi shkencor ashtu edhe nga ai ekonomik, infrastrukturor, social dhe shëndetësor, Ministri i Shëndetësisë bëri të ditur se kanë arritur në përfundim se hapësirat me 2 anë të hapura, Vernada, mund të jenë vende ku mund të pihet duhan. Знаете дека само во Скопје имаме над 7000 угостители кои што имаат тераси. Според структурата на градот и во другите градови, но уште еднаш напоменувам посебно во Скопје, поголем дел од тие угостителски објекти се со таква инфраструктура кој што невозможно е да имат 3 страни отворени, например аболни и така натаму, кој што од едната и од другата страна имате објекти, кој што вие не можете да срушите објект за да имате 3 страни отворени. Me ndryshimet e reja ligjore që do të bëhen, objektet e gastronomisë është se do të duhet të krijojnë një hyrje në objekt që është e ndarë nga zona e pirjes së duhanit. Но една од најголемите, ајде да кажеме, инфраструктурни зафати кои што треба да ги имат сите бизниси кои што се бават со ваков тип на услуги, ќе мора, значи со закон ќе мора да направат влез во самиот угостителски објект кој што е одвоен од просторот кај што се пуши. Фактички идејата на законот е да ги штитиме сите граѓани кои што не пушат, а да им одредиме место на граѓаните кои што пушат, каде може тоа да се пуши. Aliu tha se pas konsultimeve, tani më të gjitha çështjet e hapura janë mbyllur. Projekt ligji do të shqyrtohet të martën në seancë qeveritare e më pas procedura do të vazhdojnë në kuvent. Ministri pret që akti ligjor do të procedohet deri në fund të prillit. Me këto ndryshime ligjore, ai shpreson që për 2-3 vjet do të ulet numri duhanpirësve nga mbi 45% në nën 20%.